Një nga debatet më të tensionuara dhe më të zjarta të këtij edicioni të Big Brother Kosova shpërtheu mes Albës dhe Fjollës, duke ndezur menjëherë atmosferën në shtëpi. Përplasja nisi rreth një çështjeje që mund të duket thjesht simbolike, patriotizmi dhe mënyra se si secila prej tyre e shpreh dashurinë për vendin, por shumë shpejt u kthye në një shkëmbim fjalësh të ashpra dhe akuza personale. Alba dhe Fjolla filluan të përplaseshin për temat që lidhen me adhetarizmin, duke e bërë publikun të ndjejë tensionin që shpërtheu brenda dhomave të shtëpisë. Fjolla e nisi me tone provokuese, duke e nxitur debatin dhe duke e vendosur Albën në një pozicion që nuk mund ta shmangte. Ndërsa banorët e tjerë qëndronin të shokuar dhe të vëzhgonin, tensioni u rrit dhe zëri i të dyjave mbushte çdo cep të shtëpisë. Në kulmin e përplasjes, Alba ju drejtua Fjollës me tone të forta dhe të prerë. Una jam e qafës Morines, jam trimëresh, jo si ti, pa buks. Kjo fjali shkaktoi një heshtje të papritur në shtëpi, sepse nuk ishte thjesht një përgjigje verbale, por një deklaratë e fortë identiteti dhe krenarie personale. Fjalët e saj ishin të mbushura me krenari dhe vendosmëri, duke e bërë qartë se nuk do të toleronte provokime të mëtejshme. Fjolla reagoi menjëherë, duke u ndjerë e sulmuar dhe e sfiduar, dhe shpërtheu në kundërshti të ashpër, duke hedhur akuza dhe duke vënë në pah mënyrën se si e perceptonte Alban. Shkëmbimi i fjalëve u bë çdo herë më i zjarrt, ndërsa disa banorë përpiqeshin të ndërhynin për ta qetësuar situatën, të tjerët qëndronin larg, duke u ndjerë të pafuqishëm përballë emocioneve që shpërthyen në ato minuta. Shtëpia e Big Brother Kosova u transformua nga një vend i lojës dhe strategjisë në një skenë ku krenia, identiteti dhe emocioni njerëzor dolën në pah pa filtra. Debati nuk ishte më thjesht për lojën apo për publikun, por për vlerat personale të secilës, për mënyrën se si shprehin dashurinë për vendin e tyre dhe mënyrën se si refuzojnë të ofendohen. Banorët MB